dhe edhe aksidentet janë një formë që do të bien duke qenë që të gjithë edhe drejtuesit e mjeteve motor me fuqi të lartë do të jenë më të edukuar duke njohur dhe rrezikun. Në lidhje me infrastrukturën rrugore, unë jam atë se rrugët kanë qenë dikur kanë qenë më të këqija se sa sot, shumë herë më të këqija. Dhe shikojmë sot në rrugët e Shqipërisë ne kemi në gati 90% të tyre kemi të restauruara rrugë, edhe ato që janë në rrugë kryesore janë gati quhen me shprehen superstradë. Sinjalistë rrugore të mirë. Ka vend për të mirë, ka akoma. Por e gjitha këto edhe mjetet që hynë sot në Shqipëri, krahas mjeteve të vjetra, hynë dhe mjetet luksi, mjetet të reja, mjetet të fuqishme me fuqi motorike. Po si mundet të qarkullojë një mjet me fuqi të tillë me një shpejtësi që ai shpejtësinë në autostradën e kemi 130 km/h dhe pranë le të shohim saj se pranë tia qarkullon një motokarro apo një motor me cilindra të ulët. Pra, kjo ka të bëjë thjesht me edukatën e këtyre përdoruesve të rrugëve, të cilët përdorin rrugën atje ku nuk u takon. Dhe kjo gjithmonë pas të mbështimit që ka marrë apo s'kan marrë, sepse të gjitha janë rruga është, sinjalistika rrugore është në kalon kategori mjet që të futet në autostradë, ai prapë fut. Qartë, por zoti Luzi, pse nuk ka mekanizma, po them real, për ta kontrolluar pra këtë rrezik? Sepse ashtu si e thatë edhe ju, ka shumë shoferë pra shpesh të cilët janë të rinj, të cilët ndonjëherë janë të pamatur, lëvizin me automjete pra në gjendje të dehur. Shko, ndërgjegjësimi qytetar që makina të vret, më duke se i ka kaluar koha, të gjithë janë të bindur që mjeti të vret është vdekje prurës. Dhe ne kemi pasur raste edhe aksidente tepër tragjike me 4-5 persona në botë që kanë humbur jetën, familje që janë shuar në ngjarje. Prandaj nuk mund të themi se ne jemi në etapat e para dhe si do bëhet. Duhet të ndërgjegjësohet duhet të rritur edukata qytetare është për mua është primarja. Se mbetemi, rrugët janë, makinat janë, s'do drejtuesi mjeti. Se s'keshim vetëm edukata qytetare, po policia këtyre në këtë drejtim mendoj se është shkaku kryesor. E qartë, zoti Luzi, ndërkaq shumë ekspertë të fushës tuaj flasin pra pas çdo tragjedie që ndodh në rrugët e Shqipërisë dhe vetëm, por kemi parë që askush nuk mban përgjegjësi. Kush duhet të jap dorëheqjen pas këtyre tragjedive që ndodhin në Shqipëri? Më falni, po ju nuk dini kush e drejton, kush është ai kryetari i sigurisë rrugore në Republikën e Shqipërisë. Nuk ma ktheni këtë përgjigje. Nëse dim kush e drejton këtë komitet, kur është mbledhur ky komitet, po të kërkoni në këto rrjetet sociale dhe LGBT-n, do të gjeni që është mbledhur në vitin 1994, 95, 96, dhe më mbrapa nuk është mbledhur më. Sa kanë vdekur që atëherë deri më sot. Nuk e them për politikë, po e them për statistikë. Po, patjetër. Nuk është. Pra, nëse nuk funksionojnë të gjitha hallkat e shtetit, ne mbetemi vetëm policia. Policia është një xhandar në rrugë, që të del në rrugë dhe të pret gjobë. Dhe shpesh ne flasim për policin llafet nga më të rëndomtat. Në fakt ai bën një kontroll. Ai është vetëm një mekanizëm që funksionon në sigurinë rrugore. Ky mekanizëm i vetëm nuk jep rezultat. Sepse ai është një infrastrukturë e tërë që nga rruga, që nga sinjalizimet e mjetet e drejtuesi mjetit, edukata qytetare, janë të gjitha këto që bashkërendohen. Dhe në fund është dëshkimi. Dëshkimi është hallka e fundit e zinxhirit. E qartë, por për gjitha këto tragjedi që ndodhin dhe për ato që ju thatë, zoti Luzi, çfarë vlere kanë kamerat, radarët dhe kontrollet në rrugët e Shqipërisë? Vetë kuptohet, dëgjohet tani. Ato janë format e policisë dhe policia që i kanë në literaturat e tyre. Ky janë format klasike të shërbimit policor. Njëra është ajo me patrullim ku policia është i turpshëm
Dhe tjetra është ajo që komuniteti e di që në këtë sektor ka policë, por ai ishte i padukshëm. Dhe përsëri vlera është njësoj, të dy ata të marrin, mund të jenë mund të kene efikasitetin e tyre në lidhje me këtë drejtim. Qartë. Zotë Luzi, për ta përmbyllur temën e parë dhe për të kaluar më pas tek tema e dytë, pyetja ime e fundit është se në Shqipëri, pra në vendin tonë, merren patenta pa merite dhe me lek në dorë, kemi dëgjuar shpesh raste si këto. Edhe kaluar koha kjo nuk ka më një uri në kontekstin e urisë, nuk ka më uri për pajisëm e le drejtimi. Vinë gradualisht, për themi që mosha ime që apo edhe deri në 18-20 vjeç, pjesat përmuse e tyre janë të pajisëm e le drejtimi. Nuk vjen dot njeri. Dhe marrja e le drejtimit është duke ju nështruar një provimi, ky provimi për mua është i rregull, shumë i rregull. Që shikojmë dhe në seriozitetin që marrin njerëzit tanë kur vjen. Që nga fëmijët e niprit, se ma bëm niprit tani për të marrë patentat. Jo më neve që për fëmijët tanë kanë të gjithë patentat. Pra shikojmë veprimet që kryen këta njerëz. Nuk mund të themi. Mua më duket se ka ikur koha kësaj, jo marrë patentat kështu, ka kaluar koha e asaj. Merrej patentat, po tani është në luftë, do t'i nështrohesh provimit, do t'i nështrohesh autoshkollës. Por ka vend për të përmirësuar, ka specialistët e autoshkollave dhe të kësaj të klasit, se ne pastaj bëhemi një listë, çdo gjë do t'i gjejmë atë anën e keqe në çdo moment. Nuk ne shikojmë progres ka. A do arrijë përsosmëria? Përsosmëria nuk arrihet kurrë. Ne do vemi drejt saj, po nuk arrihet. Qartë, mirë Zotë Luzi, për të kaluar tek tema e dytë, ndjekemi një sër dhe rikthehemi së bashku. Rrugët e Shqipërisë, veçanërisht ato jashtë qendrave urbane, janë të njohura për gjendjen e tyre të rëndë. Gropa dhe dëmtimet të shumta janë një fenomen i përditshëm që nuk ka mundur të zgjedhet për vite me radhë, duke përbërë një rrezik të madh për jetën e qytetarëve dhe duke ngandalësuar zhvillimin ekonomik të madh të vendit. Aksidentet dhe dëmtimi i automjeteve janë gjithashtu një pasojë drejt për drejt e kësaj situate. Por përse ndodhin kaq shpesh këto probleme? Pse nuk janë marrë masa të qëndrueshme për rregullimin e rrugëve dhe përmirësimin e infrastrukturës? Dështimi për të adresuar këtë çështje ka krijuar një ndjesi të thellë frustruese tek qytetarët, të cilët shpesh kërkojnë përgjegjësinë e autoriteteve dhe ndihmën për të kaluar nëpër këto shpella që ndodhen kudo në rrugët e Shqipërisë. Mirë, Zotë Luzi, është pikërisht ajo që prekëm pak në temën e parë. Çfarë ka shkaktuar tashmë kaosin e rrugëve në Shqipëri dhe pse gropat janë kaq të zakonshme në vendin tonë? Kjo ka të bëjë me punën e ARSH-s, nuk mund të them apo të vetë endit pronar të rrugës në qendra të banuara. Pse ka ndodhur? Për fajt të tyre. Si mund të përmirësohet ky proces, Zotë Luzi? Gropat e Shqipërisë. Sepse shohim që në të gjitha, po them, në rrugët e banuara dhe në autostrada gjithmonë kemi gropa, dhe të cilat shkaktojnë edhe aksidente në disa raste. Sepse drejtuesi i mjetit kur vjen tek ajo, frenon përpara se të vejë, aty e lëshon, mund të ndodhë që të bëhet të çaj gomën, vjen makina tjetër dhe bëhet ai efekti domino që quhet goditje të një pasnjëshme të mjeteve me njëri tjetrin, ku mund të ketë lëndime në jetën e njerëzve. Pra, dihet që këto janë po unë nuk shikoj shumë këto gropat se në pjesën më të madhe të tyre nuk janë në rrugët urbane, në rrugët interurbane. Më tepër janë në rrugët lokale që janë brenda qendrave të banuara dhe ose rrugët lirëse të rurale, si quajnë në një formë tjetër, po kodi rrugë nuk i një rurale, i një lokale, rrugë lokale, interurbane apo urbane. Qartë. Por a ka pasoja serioze, Zotë Luzi, për sigurinë publike për shkak pra të këtyre grupave që ndodhen në rrugë dhe sa mund të rritet numri i aksidenteve në këto raste? Nëse do të jetë me gropa, unë mendoj që